Në lagjen Mulla Jusuf, banorët prej disa ditësh po përballen me reduktime të vazhdueshme të energjisë elektrike. Banorët e kësaj zone krahas problemit për ngrohje të hapësirës së banimit, kanë frikë se mos po ju prishën edhe pajisjet e anvistërisë nga rryma njëfazore, e cila asnjëherë nuk është e njëjtë. Këtë shqetësim komunitar e ndau me mediumin ton edhe Mentor Lusha. Situata nuk është e kënaqshme me rrymë. I ka 3 ditë që në mungon një fazë. Ndryqimi publik është krejt tërë sheshi agronorama, do më thonë. Kemi probleme, kem rasti që vjen nalet në rrezikojnë këto modjek makinat e frizat e kuta di une, që t'javën e kalunën kemi pas problem, lagja e unë. Po me vështirësi, të i bartë me kabla vazhduse, të marrë aty ku kemi rrymë me përqu rrymë në aparatin që na duhet, në për friza, në për televizora, ndryqimi nuk e kemi, edhe në për shtëpia, dhomë, dhe më thonë, kur të mungon faza, këto probleme shfaqen. E qëto i kemi pas gjatë javës kalume. Ngrojen e kemi me rrymë, kryesisht me qëto klima tash, që shumica i kanë vendosë, edhe na që ashtot. Ka herë ndodhë që duhet mi bartë edhe për klim, rrymin me marë tjetër kont, vish me punu klima se dimni e bënd të vetën. Temperaturat janë poshtë, janë robë bukur shumë, kështu që diqysh pja dalin, po me probleme. Ndërkohë, disa banorë të tjerë prapa kamerës thanë se disa herë kanë kontaktuar KEC-in për këtë situatë, por asnjëherë nuk kanë arritur të komunikojnë për të gjetur një zgjidhje konkrete ndaj këtij problemi. Banorët ndërkohë po kërkojnë që kjo situatë të sanohet e sidomos tani kur janë në prag të festave të fundvitit.